Bie nga kati 4 i banesës humbi jetën e moshuara. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e kësaj të dielen në Sarand. Një e moshuar 80 vjeçare mësohet se ka rënë nga balkoni i katit të 4 ku ajo banonte dhe përpasoj ka humbur jetën. Viktima është identifikuar si Sofia Adhami, transmeton Shikopi News. Menjëherë është dërguar në spitalin e Sarandës për t'i dhënë ndihmën e parë, por mjekët kanë deklaruar vdekjen e saj. Mësohet se ajo jetonte bashkë me të birin, i cili në momentin e ngjarjes nuk ndodhi në banesë. Policia po heton për shkaqet e ngjarjes.